49 vjeçari Alban Muço i arrestuar disa ditë më parë në Sarandë, hiqi si prokuror, do të qëndroj pas hekurave. Vendimi u dha nga gjykata e Sarandës, e cila e vlerësoi të lishëm arrestimin dhe caktoi ndaj tij masën e sigurisë arrest me burg. Në seancë, Muço deklaroi se ishte i pafajshëm dhe se kishte krijuar bindjen se vepronte si përfaqësues i prokurisë së posaçme. Më ishte krijuar bindja se isha prokuror i Spakut. Jam i pafajshëm, nuk kam dëmtuar asnjë qytetar, tha ai përpara trupës gjykuese. Hetimet kanë zbuluar se Muço kishte mashtruar disa të rinë në Sarandë, të cilëve u kishte premtuar punësim në institucionet e drejtësisë. Ai i kishte prezantuar si funksionar i lartë pranë prokurisë së posaçme dhe asaj të përgjithshme, duke i premtuar atyre pozicione si hetues së PKH-s, shofer apo truproja personale. Sipas dëshmive të mbledhura, 49 vjeçari e kishte premtuar një pagë mujore prej 2800 eurosh bashkë me dieta dhe shpenzime të tjera, që sipas tij do të zbuloheshin nga prokuria e përgjithshme. Në sallën e gjyqit, avokati i tij Armand Çaushi kërkoi një masë sigurie më të lehtë, duke pretenduar se klienti i tij nuk ishte rrezik për t'u larguar dhe ka vepruar në gjendje deluzioni. Deluzionale që mendonte se ishte prokuror, por që sipas tij nuk ka sjellë asnjë pasojë të rënd apo të mashtrimit për përvetësim të pasurisë së tjetrit, nuk ka pas asnjë nga këto raste deri më tani. Megjithatë, gjykata nuk e pranoi kërkesën e mbrojtjes dhe vendosi ta mbajë Alban Muço në paraburgim, duke vlerësuar rrezikun e lartë shoqëror dhe mundësinë e ndikimit në hetimet që vijojnë.